Thot djali i tij, thot kur kam dash me vorros, e kemi pastru babën, kam dash me vorros, kur e kam hap qefinin me pa fytyrën për herë të fundit, e kam pa fytyrën e tij të nxime. Ne këtë kemi menduar që është njëri mirë, është pe xhenetlive, është pe evliave të Zotit xhereshanu, dhe kur e pash në momentin fytyrën e tij të nxime, aq shumë më trishtu, aq shumë më mërzit, e aq shumë shpirti jam ka qenë i lodhur, jam kthy në shtëpi duke bërë dua, e kam pa Resulullah nëndër sallallahu alaihi wasallam. Po thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, o ti njeri, apo më njeh se kush e mon? Pi thom ju, dhe të njem Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi ju. Je mërzitët për babën tënë që fytyrën ja ke shplu, edhe ke pa të nxim, wallahi si kur t'ja kështë shplu fytyrën tash, pos me ka në hana 15, ashtë e ka fytyrën e shëndrëqme. Pi thëm, pse ja Resulullah? Dhe se wallahi të në kuhen ka ra salavat në bimu, ka thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, edhe rrugën që ka ba për haqë prej shpisë ti, me shku dhe në haqë dhe momentin që ka nëzën vdekja, e ka nëzën me të thënë Allahumma salli ala Muhammed, Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed.